Ja një qytet që ka humb gjysmën e popullsisë në dekadën e fundit, më shumë se gjysmën në 35 vite demokraci. Siç e shihni, jemi në Ballsh. Mra rruga këtej, edhe thash po naloj, po flas me ca banorë të zonës, edhe po bëj edhe një video. Ky është Ballshi, në mos kryesori një nga qytetet më të rëndësishme industriale të Shqipërisë në kohën e Enverit. Ati Enverit keq, që e shajmë ne, ka pas bë rafineri për punimin nafte. Ajo atje është rafineria e përpunimit të naftës së kësaj zone. Është një zonë naftëmbajtëse, pothuajse vetëm janë në Shqipëri tani. Ka pas punësu mijëra punëtor, banorët e zonës, nga zonat përreth, nga Tepelena, nga Fieri, pra komplet zona, edhe inxhinier nga gjithë Republika. Kushdo që studionte për inxhinieri nafte, vinte dhe kishte vendin e garantuar. Kur flasun që them që kritikojmë Enverin, një regjim totalitar nuk është në total i keq i gjithi. Pra ai ka qenë një regjim që ka pas bërë dhe ca punë të mira, por regjimet totalitare dhe regjimet e egra, si regjimi i Enver Hoxhës në Shqipëri, i humbin edhe ato pak punë të mira që kanë bërë, sepse gjithmonë llogaritet raporti i sjelljes me popullsinë. Pra, ka qenë një regjim gjakatar që për një fjalë goje të fuste në burg, të çonte në litarët ose të vriste, i te kaluar ekstrem nga gjitha llojet të regjimeve që ka pas Europa juglindore, por ama janë të pamohueshme edhe këto veprat. Ky qytet këtu ka qenë një qytet me gjallëri të jashtëzakonshme. Njerëzit e kishin punën e garantuar, kishin mirëqenie, shkolla, spitale, rrugët me aq mundësi sa ka pas koha atëherë. Dhe këtu po i numëroj këto për të thënë se çfarë është indoktrinimi, pse është indoktrinim. Kjo zonë ka qenë një nga zonat kryesore ekonomike në kohën e Enver Hoxhës. Reminiscenca e njerëzve, indoktrinimi, e bën që akoma sot kjo zonë këtu tjetë aq e indoktrinuar, po që nga Fieri e këtej, mos harroni kanë përfaqësuese politike Belinda Ballukun, tjetë aq e indoktrinuar sa që tjetë të shkojnë të votojnë me reminiscencë, pra me mendimin që ne kemi qenë mirë. Kur kemi qenë mirë në kohën e Enverit, edhe shkojnë e japin votën Partisë Socialiste. Që nuk ka lidhje fare, sidomos ky udhëheqës sot që ka Partia Socialiste, që është më shumë i ngjan kreut një klani mafios se sa kreut një partie politike, votojnë përmendësh. Unë fola me një banor të zonës këtu, ishte një burr i moshuar, nuk e di se sa vjeç ishte, por nuk desha ta marr kështu që të flas me të, dhe më tha për një mesazh që i kam bos Ali Berishës ta 2011-ën, këta që shajnë Berishën se të përndiqte Berisha. I kam bërë një mesazh Berishës tha në 2009-2011, nuk e di kur ka ndodhur përmbytjen në Shkodër, i thash që jam gati t'ju ndihmoj, kujton të jap edhe un kontributin tim për banorët e përmbytur. Edhe Berisha i kishte lexuar mbledhjet e qeverisë. Prej asaj dite tek ne tha unë ka ardhur Partia Socialiste në pushtet, as çuni, as një njeri tjetër nuk ka zonë punë më për shkak të përndjekjes, për shkak të atij mesazhi që e ka thënë si një qytetar. Pra, po doni me krahasu çështjen e përndjekjes. Rafineria është shkatru edhe është çu për scrap në vitin 2019. Pra, nën këtë qeveri me Edi Ramën, edhe këta Arion Braçet e çajnë ato mizeriet e tjera që sulmojnë. Kur ka ardhur në pushtet 2013, Edi Rama ka bërë program në do përpunojmë naftën, rafinerie naftës, se budalliqe gjitha, pse ta marrim naftën nga jashtë ne, jo vetëm që s'ndërtoi rafineri nafte, po açoi naftën shqiptarëve 2000 nga 1400-1500 lekë që ka qenë atëherë nafta, ka qenë 2200 lekë sot që po flasim. Rafinerinë e çoi për scrap. Dhe ajo pjesa që shihni atje, se do ju tregoj çik tani çfarë mentaliteti zhvillimi ka kjo qeveri, ky klan mafios që qeveris Shqipërinë. Atje ku kanë qenë zona e rafinerisë naftës, kanë heq një industri të rëndë, një industri prodhuese,
që punësonte njerëz, që jepte zhvillim zonës, që ndihmonte ekonominë në tërësi, edhe kanë vënë panele diellore. Janë këto parqet fotovoltaike që ka dhënë Belinda Balluku për klientët e vet. Me shumë mundësi do jetë i Fatmir Xhafait, një robi Fatmir Xhafait ky se përflitet që ka ai. Kështu e ka marr Rama atë, nejse. Por gjitha ajo që shihni atje që janë si punë sere, ato janë panele diellore, park fotovoltaik. Dhe që e lam të premtimet e këtij për çështjen e naftës, në Shqipëri, duhet ta themi edhe këtë, në pas 90-s ka ardhur Bankers Petroleum, një kompani kanadeze amerikane, çfarë ishte ajo? Ka ble gjitha qeveri, gjithë deputetët e zonës. Kjo Bankersi, dhe ka marrë arin e nën tokës. Për shkak të blerjes politikanëve që shiten për dy aspra, që i gjenë vetëm Shqipëri, qofshin të majtë, qofshin djathta tani, se kjo Bankersi i përmbledh gjithë ta bashkë, e kanë shit veten e vet për dy aspra dhe kanë marrë në qafë popullsinë. Të kesh nën tokën ar të zi, si që quhet nafta, dhe t'jesh populli më i varfër në Republikë sot, siç është Ballshi, rrethinat, fshatrat, gjitha me radhë, kjo vetëm në Shqipëri mund ndodh. Dhe del Edi Rama me ato propagandën e Manimen që doli si sharlatan me ato veshjet e punojësve të naftës me naftën e shpiragut, që bënte si ka dalë naftë më e mirë se në Arabinë Saudite, kujtun pralla me mbret, e hëngrën shqiptarët, i dhanë votat për atë, përveç çka ka vjedh vota vet ky, edhe i japin vota këtij. I japin ata njerëzit e indoktrinuar, njerëzit e smur, që jetojnë në këtë mizerje, edhe thonë ne kemi jetu mirë në kohët e verë, dhe hajde votojmë partinë kështu se ka votu baba, ka votu gjyshi. Pa ndryshu këtë mentalitet, nuk ka për të bë hajër as Ballshi, as gjithë Shqipëria. I pyeta atë të moshuarin, atë xhaxhan aty poshtë, dhe i thashore si është se mu duk kishin bë këto rilindja urbane, ja, kjo pjesa e qytetit këtu, i kanë mby pallatet, kishin shtru ca rrugë, ca gjëra kështu, dhe i thash mos jetoni mirë, më i thash se ka pash ca rrugë, pash ca gjëra. Ajo më tha mu është fantazm, tha. Ajo është fantazm, tha, këtu tha pjesa më e madhe e pallateve janë bosh, tha, dhe pjesa tjetër e shtëpiave tha janë vetëm nga dy pleq në shtëpi. Edhe të shka ngel në një njeri që siguron në i punën me bujqësi, ose në këto kompanitë e huaja që merren me një shpim nafte, me një kryrje nafte për ta çu jashtë shtetit. Pra, jemi në Ballsh 31 mars 2026. Rafineria ka shku për skrap në kohën e Edi Ramës, nuk u bë rafineri e re siç pati premtuar Edi Rama 2013 që dojë përpunojmë naftën këtu, mos ta marrim nga jashtë. Në vend të rafinerisë është ndërtu park fotovoltaik për klientët e qeverisë, për klientët e Edi Ramës, dhe për 10 vjet qyteti është përgjysmuar. Në 35 vjet, po themi mund t'i ketë mbi 70% e popullsisë. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës. Nuk kisha kalu ndonjëherë këtej, se kam kaluar nga rruga e re që ka bë Berisha, se e ka bë këtë keqe Berisha këtyre. Ka bëj rrugë të reja ne që shkon Levan te Pelen, edhe s'kan mundësi të gjithë ata që shkojnë jug ta shohin më këto, po të heqin edhe keq nga rruga. Që bëjnë 4-5 orë me kalu në këtë rrugë, apo 7 orë, 8 orë me shku në Sarandë. Ka qenë Saranda sigur me shku në Kin përpara. Erdhi Berisha, bëj rrugën Levan te Pelen, e shkurtoi. Një rrugë që s'është prish akoma edhe sot, në si segment të saj, në si pjesë të saj, ta shku në voton gjithë rilindje socialiste, se do përpunon të Rama rafinerin. Më ndishni se kështu gjërash nuk shihni as në i vend. Nuk a thot askush. Keq mirë analiza, do e përmirësojmë rrugës edhe po s'je shumë mirë, por kjo ama është e vërtet është bio. Nga Ballshi.